Zoti Islami, si e keni parë aktualitetin politik të këtyre ditëve, duke qenë se Edi Rama ka rënë pothuajse në një heshtje, ndërsa sot është rikthyer, duke thënë se ka qenë i surprizuar që nuk e kishte menduar ndonjëherë që populli do ta kuptonte apo mirë kuptonte kaq shumë në atë që ai ka bërë për të në këto 12 vite qeverisje. Në fakt ka të drejtë, populli e ka kuptuar jashtëzakonisht mirë që ai ka 12 vjet që po shkatërron Shqipërinë, po shkatërron vlerat shqiptare, po shkatërron vlerat kulturore, po shkatërron ekonominë, po shkatërron gjithçka. Populli e ka kuptuar shumë mirë. Ashtu si kundër ka kuptuar që ai ka krijuar një klik banditësh rreth vetes, me të cilët mashtron, gënjen dhe bën një propagandë si që bëjnë gjithë diktatorët. Kështu e ka filluar Hitleri atë propagandën, kështu e vazhdoi Franco në Spanjë, kështu e vazhdoi Mussolini, kështu e vazhdoi Enver Hoxha, kështu punoi dhe Stalini me propagandë, sepse të nderuar shikues, nuk mund të marrë pushtetin diktatura pa një propagandë të llaftarshme që të mbush mendjen e njerëzve. Se diktatori nuk e do njeri, por këta diktatorën e veshin me fjalët më të bukura, duke kaluar ujtë në rrogos dhe mjerë populli shqiptar që i beson këtij mashtruesi, këtij sharlatani, këtij njeriu të pa skrupull, këtij njeriu të pa cip, të pa nder, pa moral. Ky s'ka asnjë gjë njerëzore, por ka gjetur një shtrat të ngrohtë, sepse aleatët tanë perëndimor rrinë bëjnë sehir, europianët nuk diskutojnë fare që janë me të, ata LGBT-qët, madje u dërgoi dhe ministren e shëndetësisë që të shoqëronte LGBT-qët në bulevard, i shoqëronte se mos pësonin gjë ata, atë si e quajnë atë, Albana Osmani, si e quajnë atë. Dhe ndërkohë, populli shkret po vuan të zitë e ullirit. Edi Rama nuk do dhe nuk ka bërë asnjë përpjekje që të caktojë minimumin jetik. S'ka asnjë vend të botës pa minimum jetik. Edhe zullut e Afrikës e kanë një minimum jetik. Shqiptarët nuk kanë, shqiptarët nuk ndihen, sepse u bien parat fëmijët e tyre nga perëndimi dhe mjerë ato familje që kanë djemë dhe vajzat jashtë, që jo vetëm nuk i lënë rehat, po u heqen dhe bukur nga goja atyre, atë copë bukë që marrën ata e ndajnë përgjysëm me prindrit e tyre këtu në Shqipëri. Këtë ka bërë Edi Rama dhe këtë po vazhdon të bëjë. Lidhur me zgjedhjet, këto qenë një turp i radhës, se zgjedhjet kështu janë bërë Shqipëri, të turpshme dhe të pista, të pandeshme, të vjedhura. Të dy palët vjedhin njëra tjetrën. Dhe të dy palët, që janë një palë në fakt, vjedhin dhe të njëri tjetër brenda grupit të tyre politik, si PD dhe PS. Kështu që mua nuk më ka surprizuar asgjë në këto zgjedhje. Këto janë turpi radhës, asnjë gjë më shumë, asnjë gjë më pak. Si mendoni, ku po shkon Shqipëria teksa Edi Rama ka marrë tashmë mandatin e 4 dhe opozita nga ana tjetër nuk i njeh këto zgjedhje, ndërkohë në shtator e tutje do të krijohet qeveria e re dhe Edi Rama do të drejtojë vendin edhe 4 vitet e ardhshme. Njëherë nuk di të ketë marrë mandat për të krijuar qeveri akoma. Sepse zgjedhjet nuk janë njohur. Amerika nuk ka folur për zgjedhjet. Ambasada amerikane nuk ka folur për zgjedhjet. Tha që bëhet zgjedhje të qeta, po ajo s'jas misha spesh dhe askush nuk e mori vesh atë deklaratë amerikane. Megjithatë, ata i dinë vetë punët e tyre, ne nuk kemi mundësinë, as të drejtë, as mundësi të kërkojmë llogari ose të korrigjojmë. Por qëndrimi oportunist i ambasadës amerikane lë shumë për të dëshiruar dhe jep çon ujë në mullin e Edi Ramës, çon ujë në mullin e hajdutëve, të kriminalëve, të bastardëve, të kusarëve, të oligarkëve që vjedhin ditë për ditë pronën, djersën dhe gjakun e shqiptarëve. Pra, unë i bëj një kërkesë publike ambasadës amerikane. Dhe nëse është e mundur, t'ia dërgojnë dhe departamentit amerikan të shtetit. T'ia dërgojnë dhe presidentit Trump. Çfarë do bëhet me Shqipërinë? Çfarë do bëni zotërinj amerikan me këta hajdut që kemi në krye? Do vazhdoni të bashkëpunoni me ta? Po bashkëpunoni me ta, jeni dhe ju si këta.
se unë jam mësuar që i të them gjërat ashtu si që mendoj. Po që se nuk vazhdoni me këta, atëre i tregoni vendin dhe i hapini rrugët popullit shqiptar që të votojë lirë dhe të ndërtojë Shqipërinë. Po si mund t'ja tregoj vendin Edi Ramës Amerika në këtë rast? E ka në dorë dhe unë se kuptoj pse zgjat. Edi Rama është i dënuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edi Rama është një super kriminal që ka korruptuar dhe ka bashkëpunuar me McGonigalin, i cili është dënuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Edi Rama është rrezik dhe për Amerikën me ato miliarda që ka. Këtë e din mirë Amerikanë. Prandaj po më bën përshtypje heshtja e tyre. Qëndrimi i tyre sikur s'ka ndodhur gjë fare në Shqipëri. Shqipëria po zgjen orë njerëz. Shqipëria është boshatisur. Në Shqipëri s'kan mbetur më krah pune. Nuk kanë mbetur më profesionist. Nuk kanë mbetur njeri. Kanë mbetur vetëm pleq, të cilët në këtë vap të mesme që filloi, gjysmën do reduktohen. Në këtë rast, ju si e shikoni rolin e Shtetet Bashkuara të Amerikës? Cilat janë ato hapa që duhet ndërmarrë konkretisht kundrejt Edi Ramës dhe qeverisë së tij, duke qenë se nuk ka folur literalisht për zgjedhjet e 11 majit në kuptimin që t'i adresohet konkretisht Edi Ramës? Pra e thash, është një qëndrim tërësisht oportun. Ose nuk kanë kohë dhe kanë halle të tjera të mëdha në brenda vendit të tyre, sepse shikojmë që kanë filluar meksikanët e Kalifornisë të ngrihen dhe të kundërshtojnë politikën e presidentit Trump, dhe kuptohet që kjo nuk u i krijon lehtësira që të merren me neve, ose janë dakord me çka bër Edi Rama, gjë që nuk dua ta pranoj dhe nuk do ta besoj. Si e shikoni atë që po kërkon Sali Berisha kundrejt po themi qeverisë, e cila sipas tij ka manipuluar zgjedhjet e 11 majit, ndërsa ai e ka veshur veten pra me atë petkun, duke i quajtur se ai ka marrë mbi supe një mision epik për të zbardhur krimin zgjedhor, siç e quan ai të 11 majit. Atë krimi zgjedhor të 11 majit, ai zotëria e ka bërë në 26 maj të 96-s. Dhe nuk ka gojë të flasë Sali Berisha. Jo, nuk ja kanë... Ora ti Sali Berisha s'ti ka vjedhur njeri votat. Nuk votuam ne për ty, se nuk të dua më të shohim atje në krye. Se je bër si ajo leske palar. Kështu je bër. S'të beson më njeri, zotëri. Ti vetëm gënjen, ti vetëm ashtron. Ke vjedhur sa deshe, ke mashtruar sa deshe, ke bër krime sa deshe, dhe s'ke dhënë llogari. Dhe unë lidhur me këtë, prapë i drejtojmë ambasadës amerikane. Ambasada amerikane të detyroi SPAK-un, që është krijese e Amerikës, të detyroi dhe Byron Kombëtar të Hetimit dhe gjykatën kundër krimit dhe korrupsionit të arrestoi dhe të nxjerrë para bankës të akuzuarve Sali Berisha, se kemi miliona prova dhe fakte për ta gjykuar. Hapna një rrugë të shikojmë për çfarë do i gjykojmë Sali Berishën. Po me sa duket u ka shërbyer juve, se prapë do t'i them jashtë dhëmbëve ato që mendoj, dhe mendoj që shpreh mendimin e tërë shqiptarëve të ndershëm. Me sa duket Sali Berisha juve u ka shërbyer, u ka punë për ju se në që mënyrë dhe ku dhe si u ka shërbyer, por mbrojtja që bëni ju, heshtja juaj është heshtje vrastare për jetën dhe për lirinë dhe për demokracinë në Shqipëri.